kuptimit gjithmonë më tepër të asaj çfarë është në lojë, të siguroheni që këto reforma të bëhen, politika të hartohen e të bëhen në mënyrë dyre në kohë me përfshirjen e gjithë aktorëve, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të arritur qëndrueshmërinë dhe rezistencën e reformave. Mirëqeverisja është qendrore në të gjithë këtë. Esuria në reformën e administratës publike është thelbësore, jo vetëm nga pikpamja e grup kapitullit të themeloreve, por edhe për të çuar përpara e për mbyllur të gjithë kapitujt e BE-s, duke qenë se një administratë efektive qëndron në themel të një zbatimi efektiv të standardeve të BE-s. Shkurtimisht, reforma në administratën publike është në vetë themelin e procesit të zgjerimit të shtylla kurrizore aftësisë së një vendi për të transpozuar, zbatuar e për të ekzekutuar të gjitha akitë e BE-s, dhe natyrisht njësia matse përkundrejt të cilës matet gatishmëria për antarësimin në BE më së fundi. Përmenda situatën aktuale të negociatave dhe nevojën për të ruajtur ritmin e reformave për të arritur objektivin ambicioz të Shqipërisë të 2027. Kapaciteti i administratës publike do të jetë kyç në ruajtjen e këtij ritmi dhe në lundrimin e sfidave që shtrihen përpara. Dhe përtej reformave, ajo çfarë do të pritet nga administrata juaj publike në momentin që Shqipëria bëhet anëtare e BE-s është sa vijon.